Çështja për ekstradimin eventual të Gruevskit sërish po aktualizohet pas disfatës zgjedhore të Viktor Orbanit në Hungari, qeveria e të cilit në vitin 2018 i dha azil ish kryeministrit. Njëkohësisht, Peter Magjar, fituesi i zgjedhjeve në Hungari, i cili duhet ta formojë qeverinë, theksoi në një preskonferencë se Hungaria nuk do të jetë stre kriminalëve, duke përmendur edhe Gruevskin. Hungary will not be an asylum for international criminals, and that doesn't only apply to them but also to Mr. Nikola Gruevski. Hungaria nuk do të jetë stre e kriminalëve ndërkombëtar. Kjo nuk vlen vetëm për ta, por edhe për Nikola Gruevskin, ish kryeministrin e Maqedonisë, i cili gjithashtu është i dënuar. Ndërkaq lideri i LSDM-s Venko Filipçe gjatë një preskonference ka parashtruar një sër pyetjesh për të ardhmen e ish kryeministrit Gruevski pas ndryshimeve politike në Hungari. Ai duke përshëndetur mesazhet e qeverisë së re hungareze, ka parashtruar pyetje të drejtpërdrejta për qeverinë aktuale në vend. Сега го поставяме следното прашање. Има ли барање за екстрадиција досега ова влада на ВМРО знам поднесено за враќање на Nikola Gruevski? Shtrojmë pyetjen, a ka kërkesë për ekstradim nga qeveria VMRO znam për kthimin e Gruevskit? Nëse nuk ka, pse nuk ka? Dhe nëse nuk ka, a do të dorëzojnë sot kërkesë për ekstradim? Shtrohet pyetja se çfarë do të bëjë Gruevski tashmë kur nuk ka mbrojtës në Budapest? A do të aratiset në Rusi ose në ndonjë vend tjetër apo do të kthehet ta vuajë dënimin? Ndërkohë, kryeministri Mickoski sot ka komentuar zhvillimet politike në Hungari dhe është prononcuar për ekstradimin eventual të Gruevskit. Kryeministri u shpreh i prerë se nëse Gruevski paraqitet në Maqedoni, do të përballet me vuajtjen e dënimit me burg, kurse çështjen e ekstradimit e hodhi në duart e Ministrisë së Drejtësisë. Ekstradicja je побарана уште во 2018-та, а е одбиена во 2019-та од страна на унгарските власти, од она кое што сум запознан. Lidhur me politikat specifike me ish kryeministrin Gruevski, ato janë vendimet e qeverisë hungareze. Siç jam i njoftuar, ekstradimi është kërkuar që në vitin 2018, kurse është refuzuar më 2019 dhe komente shtesë duhet të kërkohen në Ministrinë e Drejtësisë. Unë nuk jam ministër i Drejtësisë, unë jam kryeministër. Ish kryeministri Gruevski u aratis nga Maqedonia në nëntor të vitit 2018, kur duhej të vuajë dënimin me burg për rastin Tanku, që kishte të bënte me Mercedesin luksoz, rast i cili u hap nga ish prokuroria speciale publike. Ai është dënuar me gjithsej 9 vite e gjysmë burg. Hungaria disa herë kishte refuzuar ekstradimin për shkak të statusit të azilit politik. Sipas mediave, për të mbërritur në Hungari kishte kaluar 3 shtete, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë. Më datë 13 nëntor 2018, përmes një statusi në Facebook, njoftoi se gjendet në Budapest, ku ka kërkuar azil politik. Para disa viteve Gruevski u fut edhe në listën e zezë të SBA-s.